Përshëndetje miq, mirë se erdhët në Super të dielën e futbollit. Sot ndizet fusha luhet derbi Partizani Tirana. Një ndeshje që ndan kryeqytetin, që drithëron tribunat dhe që i jep kampionatit atë frymë që vetëm rivaliteti i përjetshëm mund ta ofrojë. Nuk është thjesht një ndeshje, derbi i madh i kryeqytetit është histori, është krenari, është betejë për identitet. Futbolli liritar në fakt nuk ndalet këtu. Dinamo Flamurtari sjell një tjetër duel me pesh, ku pikët vlen sezonin dhe gabimet kushtojnë 2 fish. Java 24 e Abisnë Superiores mbyllet në Shkodër me Vllaznia Elbasani, një ndeshje që merr edhe më shumë kuptim me festimet për vjetorin e krijimit të klubit Kuqe Blu, 107 vite histori, pasion e trashëgimi futbollistike. Pra kemi derbi, kemi rivalitet, kemi fest, kemi futbollin në formën e tij më të pastër. Qëndroni me ne, Super Gol nis këtu dhe do të jetë një transmetim special siç është vetë kjo ditë. Unë jam Enos Kaço dhe studion sot e ndaj me 2 specialistët e futbollit, Ardi Beari dhe Sokol Bulku. Përshëndetje. Përshëndetje. Shohim edhe kalendarin e javës së 24. Dinamo Flamurtari në orën 16:30 dhe do të transmetohet në RTS Sport. Partizani Tirana, derbi i madh i kryeqytetit në të njëjtën orë, por do të transmetohet në RTS 1 dhe Vllaznia Elbasani në orën 19:30, po në RTS 1. Ndërkohë janë luajtur Vora Egnatia 1-1 dhe Teuta Bylis 2-1. Klasifikimi shen në krye të renditjes Vllaznin me 45 pikë. Egnatia Elbasani e ndjekin 43 pikë për Rogozhinasit, 42 për Elbasanin, Dinamo 35, Partizani e Teuta 30, Vora 26, Tirana 21, Bylis 20 dhe Flamurtari në fund në kuotën e 19 pikëve. Bari, e nisim me Dinamon, sepse pastaj do t'i kushtohemi tërësisht derbit madh të kryeqytetit. Dinamo dhe Flamurtari në një pikë kryçale të sezonit tyre, Dinamo për t'u afruar skuadrave që pretendojnë për titullin kampion dhe Flamurtari për të lëvizur nga i vendi i fundit ku është rikthyer edhe një herë. Ndeshje shumë e rëndësishme është në fakt për të dyja skuadrat, për më tepër Dinamo që vjen nga një ndeshje shumë e mirë në mesjavë dhe sigurisht që i ka avantazhet më të mëdha për të fituar, edhe objektivat sigurisht që i ka më të mëdha. Por është përballë një skuadre që kërkon nga ndeshja në ndeshje të bëjë atë hapin për të hequr veten nga fundi i tabelës. Para një skuadre e cila i ka kontingjentin e rregull dhe por akoma nuk ka gjetur atë vazhdimsinë e saj, nuk ka gjetur ritmin e saj, nuk ka gjetur ekuilibrat brenda skuadrës. Dhe një skuadër që edhe ajo, jo më pak se Dinamo, është e kushtëzuar me rezultatin pozitiv, që në gjykimin tim mund të ishte edhe një barazim sot me Dinamo. Po gjithsesi, më duket e vështirë përballë një Dinamoje që ka automatizma, ka një skuadër të kompletuar dhe një skuadër pretendente për Final Four. Dhe le ta shohim edhe formacionin Ilir Dajes në këtë ndeshje, një 4-3-3 me Nezirin, Tekserën, Ditën dhe Ismailin përpara teqes, Qardaku, Qefalia dhe Vilen mesfush dhe Guindo e Mustafa që do të mbështeten nga bregu. Po thuaj se nuk ndryshon asgjë. Jo, s'ka ndryshuar asgjë nga ndeshja e kaluar, absolutisht. Dhe nisur nga kjo, vetëm modeli i lojës mund të ketë ndryshuar përballë një kundërshtari të radhës, sepse ne pam në ndeshjen e kaluar që Dinamo kishte një dominim të gjithë ndeshjes për shkak të lojtarëve që përdori dhe në pozicionimin fillestar ka qenë bregu në të majt dhe Guindo në djath, Mustafa në maj, dhe që aty pasaj fillon të manovra e sidomos shkëmbimi të vëndeve me Viles, me bregun, me lëvizjet e tyre të gjata, me rotacionet e tyre të gjata, gjithmonë në të kundër të njëri tjetrit. Me pjesëmarrjen e Ismailit në ndeshjen e kaluar dhe besoj që edhe sot do të jetë e tillë për të krijuar një asimetri nga e djatha dhe gjithmonë para mbrojtjes janë ato, sidomos në manovrën sulmuese për nxjerrjen e topin, është dyshja përpara Qefalia me Qardakun që bën një 4-2-4, po me një rotacion të zgjeruar, po themi në fazën përmbyllëse të aksionit. Dhe Bulku, kemi një Flamurtar që është jetur për të marrë pikë, do ta ketë shumë vështirë sot përballë Dinamos në Elbasan Arena, por shohim edhe 3-4-3-shin e Francesco Morieros me Veiga, Kantakias dhe Todorovski që rikthehet në formacion një treshe defensive përballë Aleksovskit, ndërsa Trashi, Diavara, Ramani dhe
Urbajs do t'jenë në mesfush, Bolzan Maksuti dhe Ememe përpara. Si e sheh këtë formacion dhe këtë përzgjedhje të Morieros për të sfiduar Dinamon e Dajs? Atëherë, duke pas parasysh pjesën përpara, pa pjesën ofensive, mendoj që është një 3-4-3 i pastër, sepse duke filluar nga Ememe është një lojtar sulmues ansor i djathtas. Maksuti është kthyer në një pikë referimi aty ku ai dëshiron ose aty ku ai jep më të mirën dhe nuk harxhon shumë energji në tërheqjet që duhet të bëj kur luan me Oshafin, dhe Bolzan një sulmues ansor pra. Duke pas parasysh që nevojën jetike për pikë të flamurtarit, mendoj që në grafik është ose në konfigurim është një formacion sulmues. Padyshim që krahët janë alternativat më të forta ose ndërtimi i aksionit ndodh sidomos më shumë nga ana e trashit, por dhe Joao është një lojtar që mbështet, është për të parë Diawara dhe Ramanit se çfarë specifike do kenë, duke ditur që ka një superioritet shumë të madh në mesin e fushës të lojtarëve të Dinamos. Pra, këto do jenë statik në vendin e tyre apo do kemi rotacion në ndërtimin e lojës ose njëri nga këto mund mbështesi. Por rikthehet Todorovski, që është një lojtar që Jo, Koli, nuk nga informacionet që kam, nuk është Todorovski, është Rasom Alazezi, është ardhja e fundit nga ardhjet e reja në Mercato, që është qendër djathtas. Po t'ishte Todorovski, do ishte, duke ditur tipologjinë e atij lojtari, është një lojtar që merr pjesë në fazën sulmuese, edhe pse mund të jetë problem në fazën mbrojtëse. Pra, të lojtarin e ri nuk është se ne nuk kemi krijuar një përshtypje, por mendoj që duhet të jetë sot strategjia duhet të jetë e tillë që flamurtari të jetë i rrezikshëm, pra të krijojë shumë raste në manovrën sulmuese, të ketë lojtar në zonën e përfundimit të aksionit, sepse Dinamo është një ekip që lën hapësira, pra, duke ditur që i fut në punë dy mbrojtësat e qendrës në ndërtimin e lojës. Në fundit barazimi nuk është se nuk i vlen shumë edhe për Morieron. Po vlen më shumë se humbja barazimi, fakt, vlen më shumë se humbja. Duke qenë se përballësh Dinamo është edhe e pranueshme që luash për një barazim. Por gjithsesi pikët janë ato që e nxisin Morieron të kërkojë rezultat. Luhet derbi i kryeqytetit dhe natyrisht e gjithë vëmendja përqendrohet aty Partizani Tirana, një kartolim për futbollin tonë dhe shpresojmë të jetë kështu edhe në shkallët e stadiumit dhe në spektaklin që do japin lojtarët në fushë. Për të qenë sa më të paanshëm, unë e Koli vendosëm sot që të ishim me kolor të njëjtë, po themi, për mos të anuar nga një skuadër, sepse nuk na i lejon dhe të pavarësisht se mendjen e kemi në stadium. E kemi në stadium në fakt se sot luhet për qytetin, luhet për hegemonin, luhet për ngjyrat, si vishet qyteti, luhet për shumë çka, luhet për objektivat që kanë skuadrat, luhet për lojtarët që janë në fushë, po sidomos luhet për tifozët. Ata që do jenë në stadium do kenë fatin ta shikojnë, po edhe ata që do ta ndjekin nga ekrani. Besoj se dhe shpresoj shumë që të jetë reklama e kampionatit ton për faktin se të dyja skuadrat kanë ardhur në rritje, dyja skuadrat që kanë bërë mirë në kohët e fundit. Le të hedhim edhe një sy shifrave të sezonit aktual për Partizanin dhe Tiranën. Pra janë 23 ndeshje, 45.6% zotrimi topit, 44.2% e Tiranës. Pra ka një lloj e përsi e Partizani dhe ja ku janë edhe portat e paprekura, golat e shënuar, golat e pësuar dhe asist. Në të gjitha statistikat Bari duket një Partizan superior në raport me Tiranë. Statistika që reflektojnë pozicionimin në tabelën e klasifikimit. Sepse mos ishin këto statistika, do të ishin pozicionet të ndryshme. Por për të ardhur te mbajtja e topit në zotrim, po themi që është një nga ato faktorët që tregon për dominimin e skuadrave, një nga ato statistikat, numrat që tregon që skuadrat kanë dominim bashkë me pasimet avancuse plus duelet një kundër një, gjuajtjet në portë e merat. Por ka më shumë Partizani dhe më duket shumë e çuditshme në fakt, sepse Partizani ka një model loje më tepër me pas direkt, le të themi, të linje pare sulmit dhe aty zhvillohen pasaj të topit dytë gjithë manovra sulmuese e Partizanit, ose e ka rritur përqindjen në krahasim me Tiranën me momentet në zonat parezikshme kur loja fillon nga portieri dhe ka atë rotacionin e zakonshëm me zbritjen e Ismailit në mes dy qendërmbrojtësve, apo zbritjen e një nga mesfushorave të tretë në krah për të bërë një treshe dhe pastaj gjithsesi aksioni vijon me pasin e gjatë të linje e pare sulmit. Tirana ka qenë më korale të paktën me Nuhiun,
dhe pretendoja që ta kishte pak më shumë përqindjen, por ndoshta janë kostot e të kaluarës. Okej, ne do të shkojmë me njëherë tashmë në arenën kombëtare, është gati në vigjilje të kësaj sfide derbit madh të kryeqytetit Partizani Tirana, kolegja Sabina Mete. Përshëndetje Sabina. Përshëndetje të ftuarve në studio, ju flas nga pista e stadiumit Arena Kombëtare, ashtu siç e komentuat edhe ju pak më herët, sigurisht që është ndezur atmosfera në shkallët e stadiumit me tifogrupet që janë vendosur në vendet e tyre pothuajse rreth 50 minuta përpara sfidës, teksa janë në përgatitje të banderolave të tyre. Ka atmosferë pozitive këtu në stadiumin e Arenës Kombëtare, teksa me sa kam marrë informacione janë shitur rreth 5500 bileta. Ndoshta temperaturat e ulta megjithatë ashiu që shihni pas shpinës time nuk i ka ndaluar këta tifozë që të mbështesin skuadrën e tyre dhe t'japin ngjyrat e duhura këtij derbi. Ende tek biletaria, me sa kam informacion, ka nga ata tifozë që kanë lënë për minutat e fundit dhe janë në kërkim të një bilete për të parë nga afër ekipin e tyre të zemrës. Ende asnjë prej personaliteteve nuk kanë bëritur për të qenë prezent në stadium, ndoshta pak herët, megjithatë në një lidhje të dytë do të jemi me protagonistët e të dyja skuadrave për të mësuar më tepër rreth ekipeve, gjendjes së tyre dhe çfarë do që të jetë kurioz publiku. Dhe sigurisht që mezi presim të mësojmë ato çfarë mund na tregojnë protagonistët e kësaj sfide. Faleminderit Sabina. Ne ndërkohë do të shohim dhe do të vjojmë pak me statistikat Bulku. Kemi golat e shënuar, janë aty një diferencë shumë e vogël në favor Partizanit, por ndoshta diferenca më të madhe e bëjnë golat e psuar, gjë që Tirana e ka përmirësuar ndjeshëm në 2026. Sigurisht edhe golat e shënuar mendoj që janë shtuar në 2026, sepse edhe Partizani ka pas problem finalizimin ose efikasitetin në fazën sulmuese, por në 2026 me ardhjet e reja të lojtarëve që kanë disi kualitet, por dhe me manovrat e ndryshme, sidomos ku spikata jo me lojën direkte, mendoj që e ka rritur këtë statistikë. Ndërsa përpsimin e golave, edhe në këto momente, mendoj që të dyja skuadrat kanë ekuilibër, pra janë skuadra solide për vetë faktin e strategjive që kanë, sepse edhe Partizani ne shpesh e shohim me një blok të mesëm, por dhe Tiranën me blok të mesëm dhe të ulët. Pra shpesh ato i ngushtojnë ato distancat ose hapësirat për kundërshtarin dhe nuk e lejojnë shumë që të krijojnë raste kundërshtarit. Kështu që mendoj që të gjitha këto i përkasin, mendoj pjesa më e madhe e sezonit që është zhvilluar në vitin 2025, pra para këtij viti të ri, sepse aty kanë pas probleme skuadrat në të dyja fazat e lojës. Ndoshta kjo shpjegon edhe afërsinë në statistikat të dyja skuadrave. Edhe ndërhyrjet që kanë bërë. Në fakt dinamikat e një derbi janë të forta, të shpejta, ndaj dhe ne do të mundohemi të mbajmë ritmin e kësaj përplasje mes Partizanit dhe Tiranës. Do të shkojmë edhe një herë në Albania. Do të shkojmë tek dy komentatorët e kësaj sfide, kolegun Alban Hasani dhe specialistin Gerdaxhiu. Përshëndetje. Përshëndetje Eno, ju kërkojmë ndjes, po si të tilla janë kushtet që ka thonë komentit, jam ashtu si sa dhe ju së bashku me Gerdaxhiu. Përshëndetje Gerti. Përshëndetje. Një atmosferë duhet thënë në arenën kombëtare elektrizuese. Sabina raportoi më herët për sa i përket edhe biletave tifozërisë që do të jetë prezente të paktën deri në këtë moment, por pritet edhe më shumë, por gjithçka duket gati dhe shpresojmë që ashtu siç ka nisur elektrizues ky derbi në këtë vigjilje, të jetë edhe në fushën e lojës. Do doja të dalesha pak me Haxhiun. Gerti, një Partizani Tirana në një moment delikat sezonit. Ka favorit sot një ndeshje e tillë? Normalisht ka një thuhet shpesh rëndon që në derbi vinë të dyja pavarësisht pozicionit klasifikim, vinë si të barabarta, po unë gjykoj që Partizani vjen më i favorizuar në drejtim të performancës dhe pikëve, ndërsa Tirana vetëm drejtim të pikëve. Ka 2-3 ndeshje që po çalon disi në drejtim të performancës në lojë, por gjithsesi sot Partizani luan për të shkëputur mirë zonën e play-out dhe për të ofruar po themi katërtë. Ndërsa Tirana për të konsoliduar veten në play-out, por pse jo edhe tentoi të ja afrohet vorën. Mund të ndikojë performanca e mesjavës në kupë në të dy krahët, një Partizan që bëri mirë dhe një Tiranë e cila nuk ja doli përballë Dinamos në derbi. Po mos të bërë ato aludime po themi, por në gjykimin tim të ftohtë, them që Tirana gaboi me aktivizimin e lojtarëve titullar në mesjavë, përveç se konsumojnë shumë energji,
por edhe nuk s'ka më luks, do të synoj vetëm qëndrimi i kategorisë. Gjithsesi ata e provuan, por nuk e arritën. Unë jam i bindur që edhe sot do të blej gjurmë ajo loja në mesjavë e tyre. Ku mendohet të bëhet diferenca sot? Diferencën e bëj kualitetet, cilësitë. Unë gjykoj që Partizani me afrimet e fundit është dukshëm favorit, ndërsa Tirana ka treguar që ka qenë cinike, ka qenë shumë pragmatike. Atë do të bëjë dhe sot, do t'i lë Partizanit topin, terenin dhe do t'jetë shumë e kujdesshme dhe për ta goditur për Lusul. Faleminderit Gerti Eno, ishte një analizë edhe përse i përket Axhiut, me cilin do t'jem koment, ndërkohë që ndoshta një informacion që mund t'ju shërbej edhe në studio, Redon Xhixa është stolin e rezervave, mund të shtrëngoj dhëmbët nëse do t'i duhet. Trajneri Duhiu gjithashtu është rikthyer në stol edhe Rimal Axhiu, një nga lojtarët e rëndësishëm të skuadrës së Tiranës. Këto janë në fakt një ato lajme që vlen shumë, sidomos për Tiranën, duke patur parasysh se rëndësinë e Xhixhës. Faleminderit Alban, faleminderit Axhiu, sepse do të jemi sërish bashkë për të njohur edhe formacionet zyrtare të këtij derbi kryeqytetas. Ne ndërkohë Beari vijojmë dhe shohim pak statistikat e sezonit për të analizuar në detaje këtë përballje mes Partizanit dhe Tiranës. Shohim edhe skedën e trajnerëve. Kërnaja dhe Nuhiu ball për ball, 37 vjeç Kërnaja dhe 47 vjeç Nuhiu. Kësaj s'kemi çfarë t'i bëjmë. Kësaj të dhëne nuk kemi çfarë t'i bëjmë. Patjetër, dhe vim tek ndeshjet në këtë sezon, 17 për teknikun e Partizanit dhe 14 për atë të Tiranës, 1.52 pikë për ndeshje Kërnaja, 0.92 për Nuhiun, 7-3 fitoret, 5-6 barazime dhe 5-5 humbjet. Po në fakt në avantazh të lehtë është Kërnaja, të lehtë. Edhe për faktin e kozgjatjes më të madhe të skuadra, dhe jo vetëm si trajner i parë, por pjesëmarrja e tij edhe në stafin e Partizanit për një kohë të gjatë. Pra njoja me ambientin, njoja me skuadrën. Që është një avantazh krahasim me Nuhiun që erdhi dhe gjeti një ambient krejtësisht spanjoll. Dhe kjo duhet të thënë që në fillim për të shkuar te shifrat, sepse duket qartë që pikë për ndeshje Kërnaja ka marrë më shumë për faktin se i është përshtatur më shpejt skuadrës. E ka njohur filozofinë e saj dhe nuk ka dashur të eksperimentojë. Kujtojmë këtu Nuhiun kur erdhi, 2-3 ndeshjet e para kishte ndryshimi jo vetëm i njerëzve në formacion, por edhe i modelit të lojës, edhe i sistemeve të lojës, sa gjeti ekuilibrat. Dhe pasaj me ardhjen, jam i sigurt që me ardhjen e lojtarëve të rinj, u rrit edhe ky koeficienti i pikëve për ndeshje. Okej, do të shkojmë edhe njerë në arenën kombëtare. Është gati kolegja Sabina Mete me drejtorin e Tiranës, Bunjaku. Përshëndetje, Bunjaku. Përshëndetje edhe një rinë, këtë herë jo dha që shkurtër sepse kam veshur taka. Bunjaku, faleminderit që jemi së bashku. Sot derbi i kryeqytetit, një nga sfidat më të zjarrta të kampionatit. Si vjen Tirana pa Xhixhën në stol, si duket gjendja e skuadrës? Besoj që jemi në rrugë të mirë, në rrugë të duhur. Vazhdojmë me rezultate pozitive. Besoj që do vazhdojmë edhe ndeshjet e radhës edhe ndeshjet dhe ndeshjet pastaj. Mendoj që duke luajtur sa më shumë ndeshje, duke rikthyer që të lojtarët, ende nuk jemi në atë Tiranën që e presim, tjesim, po deri tani jemi okay. Çfarë duhet të bëjë kjo Tiranë për të qenë aty ku ju e prisni, për të qenë Tirana e Omer Bunjakut? Duhet filloj çdo ndeshje për të fituar, duhet futet për të fituar. Pikërisht këto ndeshjet pas vitit të ri këndej jemi fut me atë mentalitet duke qenë çdo ndeshje finale, edhe ashtu po bëjmë. Shpresoj që vetëm do të arrisim më shumë ritmin. Sa ka ndryshuar kjo Tiranë në këtë vit të ri 2026 dhe si është në krahasim me 2 derbit e kaluar, një humbje, një fitore, kur ju keni qenë në postin e drejtorit sportiv? Sa ka ndryshuar shifat vetëm rezultati. Kemi pas 18 ndeshje 10 pikë, tani kemi për 5 ndeshje më shumë pikë. Që duhet bëhë për të fitu ndeshja, unë e kam thonë edhe më herët të ju, derbin e parë tani të njëjtën mund të thamë derbit nuk luajnë derbit fitohen, na duhet futemi tani për të fitu ndeshja. Pse duhet ta fitoj Tirana e fundit Eno, nëse ka ndonjë pyetje shumë shpejt se duhet të largohet? Sokol Bulku ka një pyetje. Nuk e dëgjova? Sokol Bulku ka një pyetje. Përshëndetje, pyetja ime është lojtar të ri që keni marrë tani.
A pritet më shumë nga ata, apo ky është maksimumi, sepse trajnerët thanë ndeshje me Dinamon që ky është maksimumi jonë, pra. A kanë, si ta them nga ana fizike, kanë mungesa apo kanë arritur atë nivelin maksimal? Nga lojtarët e rinj që ju keni afruar. Si është situata? A pritet më shumë apo jo, sepse trajneri ka deklaruar pas sfidës me Dinamo në fakt që ky është maksimumi. Çfarë presim nga këta futbollistë? Nuk e di kush ta tha, po s'ka thonë ashtu trajneri. Është Kolbulko në studio. Nuk besoj që ka thonë ashtu trajneri, pasi që sidomos me ndeshje me Dinamo mos gabofsh, kemi pas për lojtarëve 2 apo 3 lojtarë që kanë ardhur për forcimet e janarit. Dhe duhet të analizojmë më mirë ato që ka thonë treneri, ato kushdo që e tha tani në studio. Janë brenda pritshmërive tuaj? Deri tani jemi çdo sena është brenda pritshmërive tona, pasi që kemi thash për janarit tek ne s'kemi asnjë humbje, kemi fituar ndeshjet direkt rivale që kemi pas në mbijetesë. Duke marrë parasysh të gjithë, edhe ato do të jenë në studio që kanë qenë dhe gjithë të tjerët, vazhdimisht kanë thonë kjo Tiranë ka mbaru, kjo Tiranë s'ka mbaru, dhe tani janë ato tjerët që vrapojnë pas Tiranës. Dhe ne do vazhdojmë që synimi jonë tani nuk është që ta kalojmë edhe Vora, së paku edhe Vora. Të gjejmë shumë vështirësi me gjithë Po, e di. Sabina, ndoshta nuk e ka dëgjuar mirë Bunjaku, sepse trajneri pas ndeshjes tha që ky ishte maksimumi që ne mund t'jepnim në ndeshjen e sotme, dhe pyetja i referoi pikërisht deklaratës specifike të thënë nga Nuhiu në përfundim të takimit. Sa për sqarim që mund t'ia thuaj. Sa për sqarim, mbasi ju nuk e keni dëgjuar mirë, megjithatë trajneri juaj ka deklaruar, Erdian Nuhiu ka deklaruar që ky është maksimumi. Prandaj dhe vinte kjo pyetje referuar asaj që ai ka deklaruar. E kam dëgjuar deklaratën e trajnerit para ndeshjes, pas ndeshjes me Ignatia, ku na ka lëvdu gjithë stafin drejtues për përforcimet që janë. Jo me Ignatia, me Dinamo. Më mirë ato kushdo që e tha këtë pyetje nuk e di. Me Dinamo. Nuk ka rëndësi. Ka filluar derbi shpejt. Shumë të knoqur. Duke marrë parasysh që përforcimet ndoshta edhe më me bujë që kanë qenë për neve, Fredi Alvarez dhe Redon Xhixha. Fredi Alvarezin e dim gjithë shkaqe që se kemi tani. Ka qenë një bosh kurrizor ku e kemi ndërtuar ekipin pas aty. Dhe ne lojtarin kryesor nuk e kemi Redon Xhixhën. Ndoshta trajneri ka pas për këtë arsye. Kemi pas ndeshjet me Dinamo që s'ka lut, ka pas edhe Johani Cortes në këndim edhe disa të tjerë. Dhe ndal gadal unë edhe thash, ndeshjet në vazhdim, ndal gadal presmi Tiranën edhe më të mirë. Po edhe tani jemi shumë mirë, se s'kemi asnjë humbje, do vazhdojmë që mos kemi humbje. Sabina t'lutem, një ndërhyrje. Nuk e tham që Tirana nuk është shumë mirë. Pyetja ime ishte shkurt dhe saktë. Afrimet që kanë ardhur tani, a presim më shumë apo domethënë ka vend për përmirësim për dhënë maksimumin? Vetëm se duhet largohet dhe është Agim Ibrahimi në Po se ka filluar shumë derbin. E ka filluar mbrapsht derbin. Faleminderit Sabina, derbi ka filluar në mënyrën e vetë më të mirë dhe më të ndezur. Se një pyetje më adekuate do ishte për politikën e klubit, me që është përgjegjës politikën e klubit. Dakor. Do me thënë prioritetet është kampionati apo kupa? Shpresojmë të jenë më të vëmendshëm sot në fushë sesa në lidhje me atë që kanë dëgjuar nga deklaratat e trajnerit. Gjithsesi, Bulku, shohim pak duelet e fushës sepse janë ato që bëjnë një derbi. Pra, sfidat brenda sfidës. Izgandarli dhe Vera, 2 lojtarë që operojnë përballë njëri tjetrit në këtë sfidë dhe ndaj edhe janë përzgjedhur në këtë skedë. Shohim edhe pikat ku ata lëvrojnë më shumë në fushë, edhe pse sigurisht që ka ndryshime të krave në varësi të lojës, por kjo janë. Atëherë po të shikosh ndeshjet, të dy lojtarët i kanë të barabarta, po të shikosh vendin e titullarit, pra kjo tregon që janë të dy lojtarë të pazëvendësueshëm, sidomos në detyrat dhe funksionet që kanë. Po të kalojmë tek Iskandarli, është një lojtar që në krahun e majt, po ta shohësh edhe hartën, pjesën më efikase ka mbas mesit të fushës, pra në fazën sulmuese, aty ku ai dhe gjithmonë fiton gjërësi, po dhe fiton edhe vertikalizim. Pra, ndërsa Vera është nga ato lojtarë që me sistemin 3-5-2 ose me 5, jo me 4, është një lojtar që merr pjesë në të dyja fazat dhe po të shikosh hartën, ai ka pjesëmarrje edhe tek zona e mbrojtjes, po edhe tek zona e sulmit, sepse ai vet pozicioni. Është më i avantazhuar Iskandari, sepse për vetë pozicionin që ka sulmues, ka shënuar 4 gola dhe ka dhënë 1 asist.
Ktu e dallon nga Vera, sepse Vera, duke ditur që është një lojtar krau, mund të shërbejë më shumë dhe mund të japi asist ose pasime kyçe në drejtim të sulmit. Pra mendoj që të dy lojtarët, njëri është krijon atë ekuilibrin dhe mbyllet që bën në fazën mbrojtëse dhe tjetri është ai një lojtar që për mendimin tim ka akoma, mund të japi akoma më shumë në fazën sulmuese dhe të jetë një lojtar kyç për të shënuar sa më shumë gola, pra që ta ndihmoj Partizanin në atë fazë ku ai edhe nuk ka qenë mirë gjatë sezonit para 2026-ës. Bari, Fadairo dhe Ndong, edhe pse sigurisht që nuk është se kanë të njëjtat minuta, Ndong ka më pak në kampionat minuta të luajtura, Fadairo thjesht ka më pak minuta me Partizanin, por këto janë shifrat të sezonit në total, kështu që sigurisht që janë për të marrë parasysh. Me cilësi fizike të njëjta, po themi të përafërta, po themi se i karakterizon të dy lojtarët i karakterizon shpejtësia. Për të dhënë një shpjegim të vogël për hartën, sa me kuqet jetë zona, aq më shkelur është quhet harta e nxehtësisë së lojtarëve, që tregon zonën e veprimit të tyre dhe sidomos shpeshtësinë e vrapimit të lojtarëve. Dhe duket qartë që është në avantazh Ndong, sepse në të dyja, po themi në zonat, qoftë në zonën defensive, në zonën e tij, ashtu dhe në zonën ofensive, duke qenë se është një nga lojtarët bazë të le të themi manovrës sulmuese të Tiranës, sidomos kur luajnë me sistemin me 5 mbrapa, që është një lojtar i peshqës. Dhe e ka detyrë funksionale të ngrihet në fazën sulmuese të jetë me pjesëmarrje. Por ajo që më shumë përshtypje te Ndong është shpeshtësia dhe po themi intensiteti i tij te zona e mbrojtjes. Është një lojtar për mua esencial për Tiranën. Për të vajtur te numrat, dua një koment të shkurtër edhe në lidhje me pikërisht këtë që the, pra një lojtar defensiv si Ndong shënon 2 gola, ndërkohë që Fadairo ka vetëm 2 asist dhe ende nuk ka shënuar gol. Po shko se shumë çka varet duket si kontradiktore. Shumë çka varet edhe nga modeli i lojës, po themi të skuadrës, mënyra se si skuadra shkon në sulm. Po flasim për një Fadairo te Uta, i cili edhe aktivizimi nuk e ka pasur të plot, por edhe mënyra e lojës së Teutës është me atë nëntën fallës me Arifin dhe nuk ka shkuar shumë loja te Fadairo. Në të kundërt, pastaj Ndong ka qenë gjithmonë në mbështetje dhe ka arritur edhe të godasë. Topat e kthyer. Do të shkojmë edhe një herë në arenën kombëtare. Tashmë është gati drejtori sportiv i Partizanit me kolegin Sabina Mete. Është Ibrahimi. Përshëndetje Ibrahimi. Jo, përshëndesim edhe një herë. Eno Ibrahimi, përshëndetje, faleminderit që jemi së bashku. Sot një nga sfidat më të rëndësishme, si vjen Partizani në këtë përballje. Përshëndetje gjithëve, përshëndetje edhe mysafirëve në studio. Partizani vjen me një forcë shtyse, shkaku i fitores në kupë. Besoj se kemi bërë analizën e duhur për ta përgatitur ndeshjen në maksimum kundër Tiranës, kështu që mendoj se jemi gati. Ndërkohë presioni është mbi Partizanin apo mbi Tiranën, si e shihni? Unë mendoj se këto janë ndeshje për cilët duhet jeton çdo futbollist, kështu që edhe ky presioni duhet të jetë presioni ëmbël për gjithë, kështu që nuk besoj se në derbi ka presion për Tirana, Partizani, presioni mbi të dy skuadrat. A është ky Partizani Agimi Ibrahimit? Tash këtu jemi në grup. Është shumë e rëndë për ta veçuar unë ky apo ai. Këtu jemi për ta kryer detyrën, ato kërkesat që i ka pas profesori, ne mendoj se ja kemi plotësuar, nuk jemi që ndërhyjmë në formacionin e profesorit, ai është vendimmarrës sa i përket taktikës edhe punëve tjera, kështu që ne jemi këtu vetëm për ta kryer detyrën tonë si drejtor sportiv. Çfarë ka Partizani më shumë se sa Tirana për ta fituar sfidën e sotme? Kush është më i fortë ndryshe? Në ndeshjen e fundit kishte më shumë tifoz të Tiranës, që e kam përmend, mirëpo si gjithmonë ngjyra e kuqe është më e bukur. Faleminderit shumë, suksese sot. Ena, ju përshëndes, në fund të takimit do të jemi së bashku me protagonistat. Faleminderit Sabina për gjitha këto lidhje me drejtorët sportiv të 2 skuadrave që përplasen në këtë derbi kryeqytetas dhe që na kanë sjellë sigurisht një atmosferë derbi në vigjilje të kësaj përplasje. Bari, ka filluar me deklarata, me thumbime që përpara është krejtësisht normale për një Partizani Tirana. Absolutisht po. Aq më tepër edhe se tingëllon që ka normale kjo pjesa që
imnizohet derbi nga lojtarë që se kanë luetur derbi, po themi, po që gjithsesi është e bukur, është edhe kjo një nuancë që i shtohet i derbi dhe duhet, i nevojitet i derbi, edhe për të, le të themi kështu, për të ndjell dëshirën e tifozëve për të ardhur në stadium apo për ta parë në televizor. Dy skuadra, po them që në qoftë se ajo është brenda pritshmërive, po themi intervista e drejtorit të Tiranës, edhe pse u keq kuptua. Agim Ibrahimi, sepse duhet thënë që në fillim të erës që janë të dy me një, në gjykimin tim, me një, le të themi kështu, të suksesshëm deri në këtë moment që po flasim. Sepse skuadrat e tyre kanë reflektuar, kanë marrë pikët dhe janë duke bërë ndryshe nga e kaluara, nga mënyra se si ata e gjetën. Kështu që thënë këtë, po flasim për dy njerëz të suksesshëm në krye të dyja skuadrave. Ibrahimi në fakt e tha e ceku që ne kemi plotësuar gjitha dhe është e vërtet që te Partizani funksionon kështu, nuk ndërhyn njeri. Trajneri është vendimtar në gjitha ato vendimet teknike e taktike. Po ajo që doja ta pyesja se do të kisha mundësi, ishte fakti a ndjet i aftë ky Partizan, ai ka kontingjentin në rregull për të pretenduar të dyja objektivat si Final Four edhe kupën, sepse pam që një ndeshje të shkëlqyer me Elbasanin, që është afër kualifikimit, por nuk dim objektivin tjetër në kampionat, atë distancën me Dinamon dhe për të pasur një objektiv të tillë, një prioritet në skuadër për të racionalizuar forcat për të arritur të paktën një nga ato objektive. Po, kjo është e vërtet. Bulgu, ndalemi pak edhe tek një tjetër përballje, Sembene dhe Ernest, ndoshta mund të jetë një duel që do ta shohim shpesh gjatë 90 minutave të derbit. Shohim edhe zonat e Ernest, sigurisht që është rikthyer dhe nuk i ka aq minuta sa për të bërë një panoramë më të qartë të përballjes mes të dyve, por duke patur parasysh janë dy lojtarë fizikisht të fortë, presim një përballje po aq të fortë në fushë. Po, në fakt në Sembene është një nga ato lojtarët që është rikthyer në formën time më të mirë, sepse ai kishte një periudhë që ishte kalonte dëmtime të shpeshta. Është një nga ato lojtarët që jep siguri, sidomos në fazën mbrojtëse. Është lojtar që po të shikosh hartën, zona para mbrojtjes është e shkelur nga ai në të gjitha hapësirat, qoftë majtas, qoftë në qendër, qoftë dhe djathtas, dhe është një lojtar që krijon ekuilibër, bën presion, i jep siguri në fazën mbrojtëse ekipit. Ndërsa Ernest është nga ato lojtarët që edhe pse të dy në posturë janë të dy njësoj të barabartë, është nga ato lojtarët që shkon në zona të caktuara në fazën sulmuese, pra sidomos në zonën e përfundimit të aksionit dhe kërkon gjithmonë vertikalizim dhe është lojtar që duhet finalizojë dhe është lojtar që krijon sjell rezultat. Beari, do të shohim edhe përballjen mes Skukës dhe rivalit e tij direkt, por ne do të shkojmë edhe një herë në te këta dy që kanë filluar derbin, kanë filluar derbin. Lidhur tashmë me dyshen e komentuesve, Hasani Axhiu, që do të na sjellin sigurisht edhe informacionet e sakta mbi mënyrën se si dy trajnerët kanë zgjedhur të përballen në këtë derbi kryeqytetas. Përshëndetje edhe një herë Albanin, përshëndetje Gerdi. Përshëndetje Enot, edhe një tjetër nga stadiumi Arena Kombëtare, pikërisht në vendin e komentit, tashmë është zbuluar gjithçka edhe për të përket asaj që Oljon Kornaja në njërin krah dhe Ardianu Iu në krah tjetër do të presin në fushën e lojës. Partizani i Oljon Kornajës do të vinë në Qirko në port me 4 në mbrojtje ku Atanaskovski në Tumaj dhe Kola në djathtë me Sembene dhe Bytysin dy qendrorët. Me 3 lojtarë me fushë, Ismaili në qendër ku partner do të ketë Çakën dhe Juman, ndërkohë kapiteni Skuka do të mbështetet nga Sitive në të djathtë dhe Iskandarli në krahun e marrë. Përsa i përket skuadrës së Tiranës, ajo që habit është rreshtimi që sot vjen ekipi i drejtuar nga Ardianu Iu, ndryshe nga ajo që kemi parë gjatë 2026. Në port do të jetë Visar Bega, do të jetë Risia, përsa i përket kampionatit, pasi e luti në kupën ndaj skuadrës së Dinamo. Në mbrojtje Kortes do të jetë në qendër përpas të Batku me Kreshit. Dy lojtarët ardhën janar, ndërkohë që Ndong dhe Vera do të operojnë nga krah. Përsa i përket mes fushës do të jetë Rafael Mistovic dhe Kobi Ljar lojtari, i cili ka mbritur vetëm pak ditë më parë. Vogli do të thuaj pas spinës së Tabeku dhe Ernest.
Gerti, tashmë që njohim dhe formacionet, rreshtimin e skuadrave, çfarë bën çudi, ndoshta ndryshimi i skemës tek Luiu. Ne themi shpesh përtej rreshtimeve, sistemi të lojës është qasja, strategjia ajo që vendos, por dhe detyra dhe funksione. Partizani vjen me një informacion të konsoliduar, vetëm me një lëvizje, më të themi, rikthehet nga minute pas Kuka dhe Atanaskovski, ndërsa te Tirana me problematika të shumta që kanë pasur probleme të mëtimeve, të mungesave, sot mund të themi që ata mund të kenë një informacioni më të mirë të mundshëm të tyre. Unë jam i bindur që do të kemi një sistem pasqyrë, një 4-3-3 ose edhe një 4-2-3-1 Tirana. Jemi kurios të shohim Vogli se mund të jetë ai në pozicioni Ertali 10. Ndërsa Partizani me sistemin që na ka mësuar tekniku Kërnaja me një 4-3-3, por jam i bindur që në strategji do të presoj lart dhe nuk do ta lë atë Tirana të organizohet pas moment. Të falenderoj Gerti Eno, ishte gjithçka, ndërkohë për sa i përket Partizanit, Fadario nuk është as në stolin e rezervave sot për skuadrën e kuqe. Nëse do ju duhet diçka tjetër, ndonjë informacion tjetër? Jo, faleminderit Alban, faleminderit Gerti, koment të mbarë të këtij derbi kryeqyteta se luhet Partizani Tirana dhe gjithë vëmendja është aty, por ne do të ndalemi tashmë tek formacionet, ne nisim nga ai Partizani një 4-3-3, Joltion Kërnajës Beari ku ndryshimet e vetme janë rikthimi i Atanaskovskit dhe Skukës në vijën e parë të sulmit tashmë. Ndryshimet e vetme që nëse ndryshimi fillimi i lojës nga Atanaskovski nuk ndryshon asgjë, përveç se rrit garancin, edhe si kapiteni i skuadrës, ajo që do ta detyroj Partizanin të ndryshojë strategji, në gjykimin tim, është aktivizimi i Skukës në fillim. Sepse me Tomën në formacion, si pikë referimi, si një nënt, duke u bazuar te karakteristikat e tij, te forca në prekjen e parë dhe fitimin dy luftimeve në ajër, Kërnaja kish përgatitur atë që unë e thash më parë një lojë direkte, pavarësisht një qarkullimi të lehtë në nisjen e aksionit, por pasi vijus ishte te linja e parë e sulmit ku aty fitonte Toma dy luftimet dhe mbylljen e Iskandalit dhe si Dibes në brëndësi me pjesëmarrjen e dy mbrojtësave të krahut. Sot Skuka nuk është lojtar që do fitojë dy luftimet, nuk është nëntsh me karakteristika tore, si i themin ose pik referimi, por është një lojtar vertikalizues dhe është i detyruar Kërnaja që ta çojë lojën në hapësirë të Skuka për të shfrytzuar karakteristikat e tij fizike dhe instinktin e golit. Ky është një avantazh apo disavantazh në raport me Partizanin që pam në kupë dhe që na impresionoi me këtë që duhet të fitojë sot derbi? Po, avantazh do të ishte nëse Tirana do të luante lart dhe do të krijonte një hapësirë, do luante me mbrojtje të lartë dhe do të krijonte hapësirë për Skukën, i cili lajm i keq për Partizanin, po shikojmë në nxemje që po del. Të shpresojmë që mos ndryshojnë gjërat, sepse nëse Skuka nuk ja del dot, do të kthehemi me Tomën vjen e parë të sulmit. Por duhet të ndryshonte shumë çka. Një gjë që nuk ndryshon me të folur, pavarësisht se lojtarët e kanë të asorbuar atë model loje, sepse është përdorur më së shumti nga Kërnaja. Kështu që le të shpresojmë që mos të jetë një fat i keq për Partizanin dhe për Kërnajën. Në fakt lojtari duket i dëmtuar, i gjithë stafi ka qenë pranë tij, sigurisht që do të kemi përditësim të situatës nëse Skuka do të qëndrojë në formacion apo do të zëvendësohet, por kjo është për momentin gjithçka që vjen nga kampi i Partizanit. Bulgu, një skuadër tashmë që duket se e ka konsoliduar formën dhe përmbajtjen. Pra kemi tashmë një mesfush me Humën, Qakan dhe Ismailin që janë të rregullt, një Prapavi që nuk lëviz me përjashtim të rikthimit të Anaskoskit që sigurisht që ka qenë titullar tek Partizani dhe më parë, dhe një vijë e parë e sulmit ku ai që lëviz zakonisht është Skuka dhe Toma. Pa diskutim formën dhe përmbajtjen, sepse tani ke Partizani ka mundësi zgjedhje pra. Duke ditur që Toma bërë një ndeshje shumë të mirë përballë Elbasanit në kupë, pra kjo është një vlerë e shtuar, kjo mundësia e zgjedhjes, dhe me aktivizimin e Skukës, unë mendoj që strategjia e atit pressingut lartë, sidomos me Tomën,
e pam përballë Elbasanit, mendoj që do jetë një blok i mesëm, sepse për atë që ta ardhi, duke ditur që Tirana luan brapa dhe nuk ka shumë hapësira, ndoshta do të aftoj dhe t'japi më shumë teren. Ndërsa për sa i përket ka një kthim të rëndësishëm të Atanaskovskit, jo se Buxhela nuk ka bërë mirë dhe Buxhela e ka rritur shumë formën e tij dhe unë them që ka krijuar një konkurrencë shumë të madhe në krahun e majt, po ndoshta ka menduar për një eksperiencë, për një lojtar me eksperiencë dhe të freskët. Kapitene dhe të freskët, sepse Buxhela harxhoi energji pra. Të tjerët janë në pozicione dur. Kishte jetën më të vështirë në dong me Buxhelajn apo me Atanaskovskën? Atanaskovskën. Kështu që Partizani ka një bonus më shumë në raport. Prandaj ka mundësi zgjedhje pa fund. Okej, shohim edhe formacionin e Tiranës dhe Ardian Nuiun se si e vendos skuadrën e tij në këtë përballje me Partizanin që sigurisht vlen qytetin. Ndon Cortez, Kresic dhe Vera përpara bekajt që çuditërisht merr vendin e titullarit në këtë derbi. Jo se vjen diskutim vlerat e bekajt, por për atë që ishte hierarkia e Tiranës në port deri në këtë moment. Myslevic Rafael dhe Kobiljar që hidhet në fushë nga minuta e parë, ndoshta pikërisht sepse energjit ishin shtëruar edhe pse Bunjaku nuk ishte në dieni që kishin shtëruar, dhe Vogli si suporti Ernest dhe Tabekus. Po në fakt nuk është vetëm Bekaj që po themi kthehet në port, sepse në fundit s'do të ishte çudi, nëse do jo më kot Tirana e ka bërë një shpenzim të tillë për cilësitë e tij, pavarësisht se portieri që ishte ka bërë në gjykimin tim shumë mirë, por nuk është vetëm Bekaj. E fillojnë Cortez dhe Kresic, e fillon Kobiljar, lojtarë që nuk e kanë luajtur asnjëherë derbin, po themi dhe janë rishtas në këtë derbi. Dhe kjo është pasaj pjesë emocionale si e merr këtë derbi, sepse do të ndikoj shumë gjatë tecurisë së ndeshjes edhe ana psikologjike e përballimit të këtij derbi. Megjithatë, unë mendoj që ndoshta do të ishte pak më ndryshe qasja, në qoftë se nuk do të kishim ndryshime kaq të mëdha dhe në sistem, jo vetëm në sistem, po mendoj edhe në modelin e lojës. Nuk më çudit fakti i Voglit pas 2 sulmuesve, sepse ka funksionuar edhe në 3-4-1-2-shin kështu dhe ka bërë lojra shumë të mira, sidomos me zhvendosjen e tij në krahun e majt duke krijuar dëmësinë me pjesëmarrjen e ndong në këto zona. Por pjesa e mezit të fushës dhe për më tepër zonat bosh që do të lihen në zonat anësore të fushës, do shfrytëzohen aty ku Partizani ka avantazhet e tij në fundit me sistemin dhe me modelin e lojës, do të kthehet një problem më vete për Tiranën për të mbuluar gjerësinë e fushës në fazën mbrojtëse dhe për të kapur dyfishimet e lojtarëve të Partizanit në këto zona. Mendoj që thash edhe një herë, ngelet për tu parë e gjitha te dyshja e qendrës së mbrojtjes, sepse Rafa dhe Muslovic duhet të jenë ata, nuk kemi njohuri për Kobiljar, për lojtarin që ka ardhur tani, por Rafa, përveç cilësive të shkëlqyera në fazën e ndërtimit të aksionit, ka problematika në diagonalen e gjatë apo diagonalen e thellë kur futet midis 2 mbrojtësave të qendrës për të krijuar dëmësinë në këto zona. Kështu që unë mendoj që avantazhi i Partizanit në këtë ndeshje, në këto 2 jo vetëm sisteme, po më së shumti në modelin e zgjedhur nga trajnerët e tyre, do të jenë nëse Partizani shfrytëzon zonat anësore të fushës. Dhe në të kundërt, Tirana ka avantazh të dëmësia që ka në rombin e mezit të fushës, të superioriteti numerik që do ketë në këto zonat qendrore dhe të nxjerrja sa më pastër me fytyrë nga loja e Voglit në vijimin e aksionit në zonat e ndërmjetme. Bulgu, ja ku i kemi të dyja formacionet, ka një lloj ngjashmërie të paktën për nga numri i lojtarëve që përbëjnë repartet, por sa rëndësi do të ketë energjia që ka për të shpenzuar lojtar specifik. Fjala vjen Ernest, që ne kemi parë që nuk e patur shumë minuta, nuk e patur kondicione duhur, vjen edhe nga një dëmtim i vogël që e ka penguar të marrë minutat e duhura dhe vjen nga minuta e parë në një derbi që dihet rëndësia e kësaj sfide për kampionatin tonë. Po sepse Faleje nuk la gjurmë ndeshjen e kupës dhe Ernest është nga ato lojtarët me peshë që pra edhe Tirana këtu ka bërë sforca financiare që ta rikthej, siç ishte rasti Bekajt. Por mendoj që akoma nuk e ka të formën e dur, sidomos
në lëvizshmërinë e tij, sidomos në vertikalizimet që duhet bëj. Se në qoftë se manovra sulmuese e Tiranës bazohet shumë ke Tabeku, pra në qoftë se ai fiton gjerësi nga krahu i djathtë, sepse kemi parë kur spostohet Voglit, i gjithë reparti i sulmit spostohet nga e majta dhe krijon atë dëmësinë, duke ditur që edhe Ndongo është shumë i fortë në fazën sulmuese. Ka një ndryshim nga 2 ndeshjet me Dinamo, pra që në sistemin fillestar me 4 mbrojtësas, që duhet parë roli i Kresic ke kjo mbrojtje me 4, sepse kur është me 5, edhe mungesa e Halilit që kishin krijuar bashkë me Leshin një kimi të 3, pra duhet parë si do funksionoj kjo. S'ka si të funksionoj, janë të stacionuar. Të stacionuar, pra pa pjesëmarrje, janë pasiv ose statik. Dhe roli i Kobiljarit, pra do ketë më shumë, se dihet Myslovic është nga ato lojtarë që sulmon ato gjysmë zonat ose hapësirat boshe dhe ka një qëllim të caktuar, pra kur në momentin që Myslovic del përpara, ai gjithmonë është i rrezikshëm. Dhe Rafa, atë që ta ardhi, mund të ketë detyrë që tjetë edhe para mbrojtjes, por dhe ta nisi lojën shumë shpejt, sepse e kemi parë që Tirana me 2-3 takime, me pasimin e mirë që ka, qoftë majtas, qoftë djathtas, mund të ndihmoj që të tjetë pak e shpejt. Pra sot Tiranës i duhet që tjetë e shpejt që ta gjej këtë blokun e ullët të Partizanit, ta gjej të papërgatitur. Dhe Vogli do jetë lojtari kyç, pra e tha Pakardi që zhvendoset majtas, po duhet parë, sepse Tirana mund të kalojë edhe një 4-3-3 të pastër, pra Ernest qendër, Tabeku djathtas dhe me hypjen lart të Ndong ose dhe hapësira që do zej Vogli, pra varet dinamika që do ketë, sidomos në fazën sulmuese, por duhet krijojë një siguri mbrapa. Pa krijuar atë sigurinë, nuk mund të marrë iniciativa të tilla. Okej, formacionet i pam, thumbimet u hodhën. Çfarë ndeshje presim sot, Bari? Ne presim derbin, gjë që nuk parashikohet derbi, sepse varet edhe nga, jo vetëm nga ato që thamë më lartë, varet nga duelet që fitohen, do luftohet për çdo centimetër të fushës dhe secili në një kundër një. Avantazhet i thamë edhe i cekën, po ti marrësh lojtarët kokë më kokë, Ismaili është më mirë në ana defensive, Rafa është më mirë në ana ofensive. Human është më mirë, po them në gjykimin tim, nga të dy bashkë, si nga Myslovic, ndjes se Kobiljar nuk ja di karakteristikat, Çaka është një lojtar që ka ardhur në rritje, pra avantazhet, disavantajet do të dallohen në dy luftimet që do të fitojnë me njëri tjetrin, një nga superioriteti numerik që do të afrojnë, do të formojnë skuadrat në zonat caktuara dhe përgjithsisht nga modeli lojës. Dhe është një derbi dhe ne nuk mund të përcaktojmë se ç'a do të ndodhë. Shikoj 2 skuadra të mirë vendosura në fushë, edhe sido që është çik rebus Tirana për faktin e ndryshimit të sistemit, por modeli ndoshta mund të jetë i njëjtë paktën në zonën e përfundimit të aksionit, dhe ajo që është pak po e sigurt është që të 2 anët e rombit të Tiranës, Myslovic dhe Kobiljar do jenë me pjesëmarrje, ndoshta në ana respektive në krahu lojës, dhe ajo që është më qartë te Partizani është që lojtarët pavarësisht pjesëmarrjes së mbrojtësave të krahut, respektivisht krahut të lojës, Ismaili është ai lojtar që siguron po themi ekuilibrat e skuadrës në të dyja fazat e lojës. Kështu që mendoj që do të shikojmë luftë, do të shikojmë një ndeshje me shumë ritëm minimalisht, që ka shumë gjasa që ta zgjidhin dhe episodet e caktuara të ndeshjes. Mund ta zgjidhin episodet? Është fundamentale ajo që do t'japin lojtarët në fushë. Sa dorë mund të kenë trajnerët sot në një derbi si ky? Atëherë ta nisim nga fundi. Dora duket sepse të dy trajnerët kanë bërë lëvizjet dhe kundër lëvizjet në bazë të asaj çka kanë shprehur në fushën e lojës. Unë mendoj që është e vërtetë ajo, individualitetet ose kualiteti e lojtarëve mund ta vendosin. Unë mendoj që duhet të jetë një ndeshje me ritëm, sepse ritmi sjell ato dinamikat në të dyja fazat e lojës dhe që është më kryesorja, ajo që është më ndjeshme dhe më emocionale për shikuesit, golat. Jo, Koli, më fal, edhe një fjali. Trajnerët do të duket pasi të bjerë birbili. Sepse deri tani kanë bërë, po themi, gjërat me parafërsi, si mund për shembull, pozicioni vendosja e Tiranës është befasi për të gjithë. Dhe sigurisht që edhe për trajnerin, edhe për Kërnajin është befasi. Sa të bie birbili për 95 minuta apo sa do zgjas ndeshja, aty do duket dorët e trajnerit. Deri tani Kërnaja ka qenë avantazh për faktin se ka ndërhyrë në skuadër dhe i ka marrë 100% skuadrës në lojë sipër, duke ndryshuar ato sistemin e lojës me 5 mbrapa dhe funksionet
kur ka dashur të mbrojë rezultatin kanë qenë 5 defensiv dhe kur ka dashur të kalojnë avantazh apo të barazojë kanë qenë me funksione ofensive dhe i ka dhënë rezultat. Nuhiu ka pasur disa oscilacione lidhur me këtë, edhe për faktin e atyre, po themi që kemi thënë, jo priti këtu me blok mes, me blok të lartë, pra do të duken pas rënies së birbilit dora e trajnerit. Kështu që shkojmë drejt një ndeshje të paparashikueshme. Në fakt janë 2, por vëmendja është tek derbi i kryeqytetit Partizani Tirana. Do të luhet gjithashtu edhe Dinamo Flamurtari që ka peshën e vet dhe rëndësinë për të dyja skuadrat, por edhe për kampionatin. Unë falenderoj Ardi Bearin dhe Sokol Bulkun. Do të jemi sërish në përfundim të këtyre 2 sfidave për të analizuar gjithçka ndodh dhe intervistat e protagonistëve, por në RTS1 ku transmetimet do të vazhdojnë më pas edhe me sfidën tjetër mes Vllaznisë dhe Elbasanit në 107 vjetorin e klubit Shkodran. Deri atëherë, mirupafshim. Nga arena kombëtare me emocionet e një Partizani Tirana kemi mbritur tashmë në studion e Super Gol për të analizuar gjithçka ndodhi në derbin e madh të kryeqytetit. Partizani mposh Tiranën 2-0 për të dytën e radhazi dhe kryeqyteti është i kuq. Një ndeshje në një pjesë të parë të dominuar nga skuadra e Olteon Kërnajës me golat e Sidi Bedhi, Zgandali dhe një pjesë e dytë në ritmin e rreshjeve të shiut që uli ndoshta performancën e lojtarëve, por rriti agonizmin e 2 skuadrave me Tiranën që goditi 2 herë traversën, por ishte e pafat dhe morin fund faturën e një humbje. Partizani shkon tashmë rreth zonës së Final Four duke shënjestruar Dinamon që nga ana saj ndalon në Elbasan Arena në 1-1 përballë Flamurtarit që tenton të lëviz nga zonat e rrezikut. Unë jam me Ardi Bearin dhe Sokol Bulkun edhe një herë përshëndetje. Përshëndetje. Shojmë edhe kalendarin e javës së 24 të mbetet vetëm një ndeshje për të luajtur. Dinamo Flamurtari 1-1 dhe Partizani Tirana 2-0, ndërsa në 19:30 në RTS1 do të vi drejt për drejt Vllaznia Elbasani. Vora Ignatia 1-1 dhe Teuta Bylis 2-1 janë ndeshjet e tjera të luajtura një ditë më parë. Kryeson Vllaznia me 45 pikë, e ndjekur nga Ignatia me 43, Elbasani 42, Dinamo 36, vetëm 3 pikë larg, Partizani me 33, Teuta 30, Vora 26, Tirana mbetet me 21, Flamurtari dhe Bylis mbyllin renditjen me 20 pikë. Bari, një derbi po themi që ndoshta mund të kishte qenë shumë më spektakolar nëse nuk do të kishte qenë shiu, por në anën tjetër ai shi ndoshta zgjoi një Tiranë të përgjumur në pjesën e parë dhe reagimi ishte për të marrë në konsiderat. Megjithatë mjaftojnë 45 minutat e para për të parë shumë intensitet, ritëm, gola, raste, dinamika taktike, kështu që pavarësisht asaj pjesës të dytë që u kushtëzua shumë nga shiu, unë them që ky derbi e plotsoi atë panoramën, e meritoi plotësisht të qenurit reklam e futbollit ton dhe me sigurisht që fitoi ajo skuadër që për momentin është më e përgjegjshme për forcat e saj dhe e tillë sot u tregua Partizani, sepse është një skuadër që sot përfundimisht sipas me ka pavarësisht të surisë më mbrapa si do jetë, por sot ka kristalizuar profilin e saj, modelin e saj të lojës. Sot Kërnaja ka, le të themi kështu, bindur me atë model që ka zgjedhur dhe ka konsoliduar deri në këtë ditë. Pse e them kështu? Sepse është një skuadër që është shumë pragmatiste, është një skuadër që i di vlerat e saj dhe ju merr maksimumin të gjithë lojtarëve që kanë në dispozicion. Dhe përballë një Tirane të tillë që e filloi shumë mirë ndeshjen për ato 15-20 minutat e para me një asimetri jo të zakontë në ndeshjet e tjera në krahun e majt me Ndong, me futjen brenda të verës që bënte dyshem para treshjes së mbrojtjes dhe me linjën që ngrihej lart me 4-1, ishte një skuadër që kishte mundësi të mbante topin në zotrim me 2 mesfushorët si Muslavic dhe Kubaljar që kishin cilësi shumë të mira teknike, sidomos blerja e re themi Kubaljar që ishte një lojtar surprizë në gjykimin tim, krijuan mundësi, por më tepër ishte volum loje mbajtje topit në zotrim.
Ai që ishte më efikas, ishte Partizani, sepse për këtë që sa po thash, që mbrojti me një blok të mesëm dhe të ullët dhe u rinis. Ndryshe nga ndeshjet e tjera, nuk ishte më pik referimi linjën e parë të sulmit, vetëm linjën e parë të sulmit me Skukën, por kishte edhe linjën që vinte në mbështetje nga rotacioni, që dilte Hyma në zonat e ndërmjetme, në rolin e Djeçit dhe vionte aksionin. Me dy wingerat që mbylleshin, që të ishin sa më afër sulmuesit kryesor për të shfrytzuar të gjitha topat e filtruar apo topat e kthyer në topin e dytë. Dhe kështu erdhën dhe golat në fakt, në aksin qendror të fushës, ku Tirana vuajti më së shumti këto tranzicione edhe për shkak të kësaj asimetrie që ndodhte në krahun e majt dhe zgjuarësisë apo direktivës së Kërnajës që Skuka të bënte çmarkimin preventiv në krahun e djathtë. Në pjesën e dytë, sfida më e madhe ishte përshtatja me terrenin dhe këtë sfidë e fitoi Tirana edhe për faktin që Partizanit i interesonte të zbriste me blok të ullët, me atë 4-5-1 që e karakterizoi gjithë lojën deri në minutën 65, me dy sulmueset e krahut që bënin linjën, sidomos si Bidena krahu i djathtë, si Dibena krahu i djathtë që vinte për mbulimin e ndong. Pra ishte një skuadër elastike në zhvendosjen e sistemeve të lojës dhe të modelit të lojës. Në pjesën e dytë është e vërtet Tirana arriti volumin, edhe për shkak të një lëvizje që bëri trajneri duke futur metën bashkë me Rafën, në dyshe përpara dhe krijuar një drejtkëndsh në mezin e fushës. Kobaljar dhe Myslovic ishin në zonat e ndërmjetme, po tani më krijuan një linjë dyshe duke e vështirësuar pak markimin e Partizanit dhe aty linden edhe ato aksionet që goditja e Kobaljar, shtyllat e një pas njëshme, deri në minutën e 65, ku Kërnaja bën më së miri atë që ditë bëj gjithmonë, ndryshimin e sistemit të lojës, këtë radhë ishte me funksionet mbrojtëse, freskoj skuadrën, krijoi stabilitet në skuadrë, e bëri me një 5-3-2 që në fazën sulmuese bëj 3-4-1-2 prap me Hymën deri në momentin që doli në mbështetje dy sulmuesve kryesor dhe e çoi ndeshjen në përfundim me një skuadër solide, duke mos rrezikuar pastaj më ato ekuilibrat në fushë. Dhe një skuadër me plot merit, domethënë që të fitojë këtë ndeshje duke u bazuar te cilësitë, karakteristikat e lojtarëve dhe te dinamika taktike që u zgjidhën më së miri nga Kërnaja. Bulgu, në argun e 10 ditëve, Tirana ka luajtur 3 derbi, por nëse në barazimin në kampionat me Dinamo dhe pastaj në humbjen në kupë, nuk ka asgjë për të mbajtur mend, ashtu sigurisht se nga 45 minutat e para të kësaj sfide me Partizanin. Ndoshta për Nuiun dhe Bardhëblut, rinisja duhet jetë nga kjo pjesë e dytë e ndeshjes. Ose dhe nga 20 minutat e para të pjesës parë, sepse po të referohesh 20 minutave të para, Tirana e filloi ndeshjen mirë. Pra kishte zotrim topi, qarkullimi ishte gradual, ndërtimi nga poshtë vinte ishte koral, vetëm nuk kishte atë rrezikshmërinë para portës, sepse ishte kushtëzuar edhe nga, domethënë, nëse ishte Tabeku, Ngdiatas, Ernest, kjo treshja ne e tham pak përpara plotësoi me Ndong, por që krijonte shumë hapësira mbrapa në dublimin që mund bënte një nga mesfushorët, pra. Dhe me detyrën që në gjykimin tim Vogli ishte një lojtar që nuk ishte detyrë fikse, pra ishte një lojtar që krijonte shumë superioritet dhe nuk po markohej nga mesfusha e Partizanit, kishte se të them rrezik pra në ndërtimin e lojës. Por në raste ishin, domethënë, jo të shumta, kjo e kushtëzuar edhe nga rezultati që shkoi 2-0. Okej, do duhet të shkojmë menjëherë në arenën kombëtare, është gati tekniku i Tiranës, Erden Nuiu me kolegun Elban Hasani. Përshëndetje Nuiu. Përshëndetje. Mister, çfarë do ndryshoje nëse do të riniste ndeshja edhe një herë? Çfarë do ndryshoja? Thjesht vetëm do kërkoja në fazën finale, sidomos pjesën e parë, ku po arrinim të shkonim me Bazilion deri lart dhe pastaj nuk po shkonim që të sulmonim portën, po thjesht po vazhdonim posedimin. Në fakt kishim kërkuar që më tepër të sulmojmë nga ana e majtë e jona për të shfrytzuar Ndong, gjithashtu dhe futbollistin e ardhur tash i ri, por kishim qarkullimin dhe nuk po shkonim të finalizojmë, po vazhdoshim me posedimin
Dhe thjesht në momente ndoshta në pjesë të parë Voglin po e kërkoja më shumë mas linjave të mes fushës kundërshtarit, ndoshta po më zbriste poshtë për ta marrë topin dhe po humshim numerikisht një futbollist në atë zonë. Gabimet e shumta na shfrytëzoi Partizani kundër sulmet dhe na ndëshkuan, ku pastaj pjesa e dytë realisht foli gjithçka për neve, pavarësisht vështirësive të fushës që na vështirësoi, domethënë koha, por ndjem të më dhanë maksimumin. Në futboll duhet kesh edhe fat, sepse vërtet krijuam mjaftueshëm dhe nuk e merituam këtë humbje, sidomos pjesën e ditë ku vërtet bëm ndeshjet mirë. Studio. Ardi Bari. Përshëndetje Nuiu. Përshëndetje. Sigurisht dakord me komentin që ju i bëni ndeshjes dhe edhe pse unë në gjykimin tim Vogli funksionoi mirë, sidomos kur krijonte dëmtësi ande nga majta në linjat në zonën e përfundimit të aksionit, por ajo që mëngoi përgjithsisht ishte përfundimi i aksionit dhe keni drejt. Por në minutën e 38 keni ndërhyrë në skuadër dhe bët një ndërim me Leshi dhe Cortes, por jo modelin e lojës apo strategjin. Ishte problem lojtari apo diçka duhet të ndryshonit edhe për pjesën e dytë në varësi të këtij ndryshimi? Në fakt, futbollisti Cortes kishte një dëmtim dhe u mundum ta përgatisim për këtë ndeshje. Pastaj në momentin që more edhe atë kartonin, më thonë, u friguam që mos ta rrezikonim komplet. Pastaj edhe nuk pash freski në këmbët e tij, sepse po i kërkoja që ai të vertikalizonte me atë tope. Gjithashtu dhe Leshi, para 2 ditësh më ankoi kokën dhe e kisha me siklet në fakt se ta filloja, por pastaj mendoj që me hyrjen e tij u stabilizuam shumë në mbrojtje, morëm gjithçka në kontroll, kishim edhe posedimin ndoshta edhe me shumë vështirësi ato 15 minutë e parë derisa pastaj na lejoi fusha. Dhe mendoj që krijuam mjaftueshëm vërtet për të ndryshuar rezultatin. Po të shënonim ndoshta mund të mirë të kokë tjetër në ndrysh. Sokol Bulku. Përshëndetje Ardian, është e vërtet që pjesën e dytë unë duhet të bëj komplimente sepse rrezikua gjithçka për gjithçka dhe sidomos lëvizjet ishin shumë të duhura nga ana juaj. Dhe duke lidhur nga zëvendësimi që bët me metën pra, dhe duke pas parasysh psimin e goleve nga krahu i majtë juaj, me përfshirjen e Ndong në fazën sulmuese. Ishte një problem tjetër përveç Cortesit, që një nga mesfushorët, Rafa ose Myslovic, mund të bënte një mbyllje, sepse të dyja golat erdhën nga krahu juaj i majtë dhe aty e ndërtoi Partizani atë aksionin pra. Fakt Bulku mendoj që humbën topin në sfush, ku human realisht disa herë, mori topin dhe ecte me topin shumë mirë, ku i kishim kërkuar Rafas që ta mbyllte ai. Në momentin që humbëm ndeshjen, mori dhe vetëm vazhdoi në thellësi tek Sidive, ku dhe erdhi dhe goli i dytë. Nuiu, ky ishte derbi i dytë i humbur radhazi, por ndryshe nga i pari, sigurisht që ndoshta këtë herë gjërat ishin ndryshe në fush për nga performanca e Tiranës. A sheh gjëra pozitive Nuiu nga ky derbi i humbur për pjesën e mbetur të kampionatit, sepse pozicioni vazhdon të mbetet i vështirë? Ne nuk duhet të mërzitemi në fakt me këtë humbje. Kampionati është i hapur. Ne është e rëndësishme që kemi skuadër të fortë, futbollist shumë kualitativ. Do mundohemi që të harrojmë sa më shpejt nga ndeshja, sepse në fundjavë na pret ndeshja tjetër. Me kokën lart ju kërkova futbollistëve, sepse futbolli vazhdon. Nga kjo ndeshje nuk mund të përmirësojmë asgjë, por në vazhdim në kampionat besoj që do të bëjmë më mirë, gjithashtu dhe na kthehen edhe futbollistët të dëmtuar, siç ishte Xhixha, ku nuk e rrezikuam sot, dhe gjithashtu dhe Alvarez do t'i bashkohet skuadrës, dhe në momentin që do të jemi të kompletuar, besoj që do të jemi edhe më lart se niveli sot në pjesën e dytë që ishim. Faleminderit Nuiu dhe suksese në vijim. Lajme pozitive sigurisht që janë rikthimet e lojtarëve Bari, Xhixha, por edhe Alvarez, lojtari që u largua nga Tirana në një moment për shkak të fatkeqësisë që i ndodhi, por që pas ka gjetur forca dhe është një sinjal i fortë edhe për Tiranën rikthimi i tij në skuadër. Sigurisht që është auguri mirë për Tiranën, dhe kthimi i tyre mund të jetë një ilaç për të harruar sa më shpejt derbin. Sepse në kushtet tjera, nëse derbi do të humbej edhe me ata në formacion, do të kishte një pasojë më të rëndë akoma në ecurin. Megjithatë Tirana nuk duhet kushtëzohet nga ky derbi.
nuk duhet të kushtëzohet për faktin, sepse ky derbi, humbja e këtij derbi nuk e sfumon e curinë e mirë të 2026-ës. Thjesht e i bën më të përgjegjshme Tiranën për të ulur me këmbë në tokë dhe për të rikujtuar edhe një herë atë objektivin që ka. Objektivin që ka të largohet sa më shpejt nga zona e rrezikut. Ky është objektivi i Tiranës. Kështu që mendoj që kur kthehen ata janë vlera të shtuara. Thjesht dhe vetëm dalja në nxemje e Xhixhës mund të ketë krijuar emocione si negative si pozitive në stadium. Kështu që janë lojtarë me vlera, unë them që Tirana do vazhdojë në rrugën, sepse i ka lojtarët. E tregoj sot në pjesën e dytë, në fakt, që merit kishte edhe Nuhiu për faktin e atyre lëvizjeve që bëri. Sepse me futjen e lojtarëve dhe sidomos me krijimin e drejtkëndshit në mezin e fushës, pra dy linja me nga dy lojtarë, krijoi jo pak përshtyllime në pjesën e dytë dhe ato i dhanë mundësinë që krijimi i linjave të shumta, krijimi i pikave të pasimit, i dhanë mundësi që të shkonte te rastet për shënim. Bulku nga ana tjetër, ky Partizani që Kërnaja gjithmonë ka thënë që shohim për nga Final Four, tani është vetëm 3 pikë larg. Tani, dinamika mund ndryshojë nga javë në javë, por e rëndësishme është që Partizani po krijon atë përveç besimit, po krijon dhe vazhdimsinë tek rezultati. Dhe kjo jo vetëm vazhdimsinë vetëm ke rezultati, por vazhdimsinë tek ndërtimi i strategjive dhe ndërtimi i ndeshjes nga fillimi deri në fund. Pra, sot, edhe pse kishte një ndryshim midis dy pjesëve, pra pjesën e parë Partizani, gjysmën e parë të pjesës parë nuk e filloi mirë, po pastaj mori kontrollin, filloi duke thyer aksione, filloi duke bërë shumë tranzicione ose rinisje të shpejta dhe efikase me pak lojtar, pra, në ndryshim nga ndeshja me Elbasanit. Menaxhoi një pjesë të dytë, edhe pse ishte pak e rrezikshme në zbritjen poshtë në atë zonën e kuqe ku Tirana filloi të presonte dhe u impostua shumë lart, por unë mendoj që është në rrugën e duhur dhe do shikojmë akoma një Partizan jo vetëm agresiv dhe në vazhdimsi, por dhe me kualitet, pasi ka filluar të rritet dhe kualiteti. Okej, shkojmë edhe një herë në arenën kombëtare, është gati tashmë tekniku i Partizanit Olton Kërnaja me kolegun Elban Hasani. Përshëndetje Kërnaja, urime për fitoren. Përshëndetje, faleminderit. Kërnaja, çfarë të kënaq më shumë, fitoria në derbi apo vazhdimësia dhe rritja e Partizanit? Të dyja së bashku, sigurisht fitoria në derbi ka një adrenalin tjetër, por të dyja së bashku. Ekipi po përgjigjet mirë, falë zotit vjen po vrapojnë, kështu që të dyja së bashku më gëzojnë. Si do kuptohet, fitoria në derbi është një adrenalin tjetër, është hera dytë, nuk është hera parë, por shumë mirë për të dy. Studio. Ardi Bari. Përshëndetje Kërnaja dhe urime, më pëlqen që nuk e haron asnjëherë që është herë dytë, sepse është një trofe më vete në fakt, fitimi i derbeve, patjetër që është trofe më vete. Dhe unë nuk dua t'i përsëris edhe veten, po edhe publiku e di tani më Partizanin e Kërnajës. Është një Partizan fiks, është një Partizan që në ana taktike, në qoftë se duan ta lexojnë, e lexojnë, po prap nuk ja marrin dot masën, sepse mbi të gjitha dallon dhe këtu dua të t'jap meritën në 100% entuziazmi që ka skuadra, përveç gjendjes fizike, ritmit, intensitetit, por entuziazmi. Dhe ku e shikoj këtë? Në fazën mbrojtëse, që kthehet për të bërë i pesti në linjën e mesfushës apo i pesti në linjën e mbrojtjes, as më pak as më shumë si dibe, çaj quhen, se e kam gatruar të ditën. Si dibe, një lojtar që nuk e ke pasur shumë në dispozicion, por e ke bindur në një kohë kaq të shkurtër që duhet të sakrifikoj për skuadrën. Dhe kur sakrifikon ai i ardhur ishtas, të tjerët e kanë detyrë. Dhe pastaj pjesa tjetër, pastaj teknike, unë nuk dua ta diskutoj më sepse kuptohet, kundërshtari jot duhet të di edhe minutën kur ti ndëron sistemin në varësi të rezultatit. Kështu që unë thjesht të bëj komplimente dhe shumë urime. Profesor, faleminderit. Kjo kam thënë që në fillim që grupi është që na çon përpara. Për këtë përshëndes të drejtorin Agim Ibrahimi, sepse në momentin që ishim të kërkuar lojtar në fillim, i kërkuam lojtar që i përshtate filozofisë dhe ides tonë, duke parë dhe karakterin e këtyre, dhe ai me gjithë kohën e shkurtër shumë të pakët solli disa lojtarë që ne na bën që të jemi grup, të shtojmë ato cilësitë që ndoshta nuk i kishim në krahët në linjat anësore dhe mbi të gjitha karakteri që ne na duhet. Dhe kjo është merita e tij, faleminderit për pjesën e karakterit, të karakteristikës. Kërna edhe një gjëp te Sidibe. Edhe pse janë plotësuar kërkesat nga klubi. Dhe të ka ardhur dy lojtarë ansor tani, dy winga shumë të mirë në gjykimin tim,
Vazhdon të kesh sukses në zonat e qendrës dhe në rinisjen, tradicion pozitiv në kundërsulm. Sepse dhe këta dy wingerat me gjithë cilësitë e tyre janë afër o Skukës o Tomës në manovër, dhe aty vazhdon të... A do ketë Kërnaja në të ardhmen edhe lojna krahët, po themi që t'i japi ato, t'u egzaltoj cilësitë më mirë në fazë sulmuese? Pjesën e dytë e kishë menduar ndryshën e sot, por të reni, duke parë që lojtarët tonë, sidomos në qendër të mesfueshit janë shumë cilësor, shumë teknikë si Rohan, Sidibe dhe Iskandarli, ajo na bëri që të jemi disi të lexueshëm pjesën e dytë dhe nuk e morëm dot maksimumin. S'do gjë. Jo, ne dëgjuam. Jo, të dëgjuam, Sokol Bulku. Përshëndetje Olti, urime për fitoren edhe komplimenta sepse ekipi mbas një përballje me Elbasanin të fortë që kishte harxuar energji dhe sot tregoi shpirt edhe karakter. Dëgjohemi, no? Jo, për momentin nuk na dëgjon se është ndërprer linja, por do ta kemi Kërnajan sërish për pak çaste. Gjithsesi, entuziazmi është tek lojtarët dhe tek trajneri. Shkojmë edhe një herë sepse kemi gati tashmë Kërnajan në lidhje të drejtë për drejtë. Përshëndetje edhe një herë. Përshëndetje. Atëherë, përshëndetje Olti, urime për fitoren dhe komplimenta sepse ekipi shfaqi përsëri atë shpirt dhe sakrificin ndeshje me Elbasanin, edhe pse kishit konsumuar shumë energji atë ndeshje. Pyetja ime shkurt është për pjesën e parë, e kishit paramenduar që kishin ndërtuar 2 linja, pra 6 lojtar, 4 mbrojtësa dhe 2 mesfushorët, në fazën mbrojtëset ishin jo me pjesëmarrje dhe fazën sulmuese ta kishit efikase me pak lojtar, pra në dallim nga pjesa e parë që bëhet me Elbasanin. Kjo erdhi si pasojë strategjisë tuaj apo se Tirana ju fitoi 20 minutat e para atë superioritetin në mesin e fushës dhe ju detyroi që të kaloni dhe në presing 1-1, sidomos në mesin e fushës? Jo, të thëmë të drejtën e kishim menduar të tillë, jo që Tirana do na fitote superioritetin, sepse ne kemi më shumë cilësi se Tirana në atë zonë. Dhe për këtë arsye menduam të, duke pasur lojtarë si Çaka, Ismaili dhe Rohan që janë shumë mirë me topin, atë menduam që në qoftë se Tirana do lutem me sistemin si dikur në defensiv në 3-5-2, atëherë do ishin mbrojtësat anësor, do ishin shumë të ngritur, por përderisa Tirana lutem një sistem tjetër ndryshe nga 3 ndeshjet e fundit, atëherë detyruam mbrojtësat anësor të zbrisim poshtë që të zgjasim ekipin e Tiranës në pressing. Ne kontrolluam lojën, sidomos pjesën e parë, shënuam edhe me Iskandalin para golit, kishim edhe rast tjetër, kështu që në pjesën e parë sa terreni ishte për ne, kishim 2-3 raste shumë të pastra para golit, e kishim menduar të tillë duke parë cilësitë e lojtarëve tonë me lojtarët atyre, sidomos te pjesa ofensive. Sulmuesit tonë janë më të shpejtë, janë të rrezikshëm lojë 1-1, na mjaftonte 3-3 të ishim në numër normal, s'kishim nevojë për shtesa dhe do ishim të rrezikshëm, gjë që ndodhi. Kërnaja, diçka në lidhje me Skukën, ne pam edhe në prag të fillimit ndeshjes që Skuka kishte një lloj ngërçi apo problemi që u mendua që mund të ishte dëmtim. A mund ta kishe kursyer ta ndryshoje edhe mos ta lije gjatë 90 minutave në fushë? Atë lojtarë cilësor këto ndeshje duan, nuk mund ta ndroj Skukën në këto ndeshje asnjëherë. Skuka duhet të luajë, sakrifikojë për ekipin siç po bën, sepse Skuka ta tash është cilësia që kemi bashkë me Diegon e Tomën, me Iskandarin, Shabanin dhe Sidibe, janë ato që janë atje përpara, kështu që Skuka si kapiten e ekipit bashkë me Vali Murati duhet të sakrifikonin të dy dhe normale duhet të lutet deri në fund siç luajti. Dhe kjo është shpërblimi i asaj që bëri në ndeshjen me Elbasanin, hyri fitoi ndeshjen, sot ishte shpërblimi, edhe nëse ishte lojë do ta marrte deri në fund derbi. Edhe diçka, fituat derbin e dytë radhazi, Sidibe shënoi golin e parë me Partizanin, jeni 3 pikë larg Dinamos për Final Four. A ka gjë që mund ta bënte më të mirë ditën e sotme? Sigurisht nuk ka asgjë që mund ta bëjë ditën e mirë. Kjo është një gëzim për gjithë familjen e Kuqe. Ne jemi aty ku ishim edhe në 10 orë, pavarësisht dumeve të tjera, ne jemi aty në luftë për vendin e katërt dhe në luftë për trofeun e Kupës. Djem të 10 për maksimumin. Falë Zoti, klubi është i shëndetshëm, edhe me mungesa pa mungesa, ne kemi me këtë i zëvendësojmë. Kështu që kjo është një ditë shumë e mirë, një gëzim shumë i madh për familjen e Kuqe, le ta shijojmë sot. Faleminderit Kërnaja dhe suksese në vim. Partizani është në momentin ndoshta më të mirë që kur
Olti ka marrë drejtimin e skuadrës dhe jo për nga rezultatet, sepse rezultatet kanë qenë gjithmonë aty dhe zona e Final Four ka qenë e shënjestruar gjithmonë, por për nga mënyra e performancës dhe nga niveli lojtarëve që ka, ndoshta Partizani tashmë duhet të parë nga të 4 skuadrat e Kreut si një potencial i mundshëm për të qenë në 4-shë. Pa diskutim, është evidente ngritja dhe përmirësimi i Partizanit dhe duhet marrë në konsiderat, si që thatë edhe ju, por unë thash pak para derbit që me afrimin e lojtarëve Partizanit ju kanë shtuar shumë mundësia për të zgjedhur. Pra trajneri e preku pak që përveç Skukës ne kemi 2-3 sulmues të tjerë që nuk u përdorën sot, për shembull Shabani apo dhe Contreras, që janë të 2 lojtarë me vlera, sidomos Contreras, në ato momente ku Tirana u impostua shumë lart dhe krijoi shumë zona dhe nuk u përdor sot. Ose ngritja në nivelin shumë të lartë dhe shumë shpejt e Juman, pra është një lojtar që përveç se luan në zonat e ndërmjetme, është një lojtar që po asiston më shumë nga gjithë mesfushorët e Partizanit, pra ka një pozicion siç tham për Voglin. Human ka tani një pozicion që përveç se ka një progresion të mirë me topin, por shërben shumë për mesfushorët, për sulmuesat që ka përpara, që është edhe kjo një vlerë e shtuar, që Partizani është më afër shpeshherë shumë në disa situata më afër portës, pra dhe i ngel vetëm finalizimi. Kështu që unë mendoj që avantazhi që ka Partizani kundrejt skuadrave të tjera është të qenurit konkret. Po të vini re, Partizani nuk ka shumë bukurira në nxjerrjen e topit, por ka lojë direkte. Mund të ketë lojtarët, trajneri e ceku që i kam lojtarët më të mirë, më cilësor, më cilësor, mund të krahasoj Humën dhe të jap gjitha meritat për ato cilësi që ka. Po 2 tjerët janë normal të paktën normal me ata të Tiranës, me ato që pam sot. Por ajo që ndryshon me skuadrat e tjera në këtë moment që po flasim, është të qenurit konkret i Partizani. Partizani ka ritëm, ka intensitet, ka entuziazm dhe ka një mënyrë të qartë loje, të thjeshtësia, që nga njerë është gjëja më e vështirë për të bërë, sidomos në futbollin ton, Kërnaja ka arritur me lehtësitë e Partizanit. Po, Bari, ne themi gjithmonë që janari nuk ofron shumë për nga cilësia e lojtarëve, por ja që Kobiljar dhe Sidibe, për shembull, mund na bëjnë ta ndryshojmë këtë mendim. Absolutisht. Ne ju dha meritat edhe drejtorëve, edhe klubeve për këtë merkato që kanë bërë, të gjithë kanë meritat e tyre për ecurinë e të dyja skuadrave, pavarësisht i rezultatit. Po kjo ka 2 gjëra, diferenca që bëjnë lojtarët e ardhur në janar. O i ke pasur ata që kanë qenë shumë të dobët, ose ke pasur nevoja të jashtëzakonshme. Dhe në fakt duke parë renditjen që kishin të 2 skuadrat e kryeqytetit. Nuk di, unë po them, nuk e ndaj dot kush është. Po them që ndodh kjo që ata që vinë në janar mund të jenë me diferencë më të mirë se ata që ke pasur dhe ke larguar, por mund të qëlloj që ke bërë edhe afrime, sepse ajo, po themi ku është suksesi këtyre drejtorëve. Është suksesit e fakti që i kanë pasur gati disa lojtarë, se po të themi drejtori Tiranës ka sjell njohjet e tij që kanë luajtur në Maqedoni më së shumti, kanë qenë njohjet e tij të vjetra, ka qenë i bindur dhe i ka sjell. Nuk e di për drejtorin e Partizanit si ka arritur t'i zgjedh. Por Partizani nuk është se nuk i ka pasur në fokus ta lojtar, ka ato strukturat e tij në klub, skautimin, drejtor tjetër, pra ka të gjithë strukturat që kanë qenë, i kanë piketuar, i kanë monitoruar lojtarët që në fillim të kampionatit. Dhe ka ardhur momenti dur për t'i marrë dhe po japin rendiment. Dhe Bulku, një rendiment që për të dyja skuadra, po flasim këto që ishin të përfshira në derbin e kryeqytetit Partizani për atë objektiv që ka, por edhe Tirana i kanë ngritur kuotat që mund ta çojnë drejt shpëtimit në mënyrë të rëndësishme, sepse përpara se të bëj lëvizjet e merkatos janarit, Tirana ishte kandidatja kryesore për rënien. Sidomos, me këtë pjesë 2 që zhvilloi sot, i ka ngritur goxha dhe me atë pragmatizmin që fitoi gjithë ato pikë. Por, sot humbi derbin, po fitoi një mesfushor Kobiljar. Një lojtar e ka fituar dhe Partizani, dhe është Seku Sidibe që është shpallur lojtari i ndeshjes, shkojmë edhe njerë në arenën kombëtare, sepse është Sidibe me kolegun Albanasani. Përshëndetje, Sidibe dhe urime për çmimin. Félicitations pour le trophée.
Merci. Faleminderit. Atëherë do të kemi dhe Skugën, pasi do të përkthej nga frëngjishtja Sidimen. Unë doja ta pyesja sa i lumtur është përfitore në këtë derbi dhe si e ka gjetur veten tek Partizani, gjithashtu sot jo vetëm gol, po dhe asist. T'es venu dans l'équipe il n'y a pas longtemps, tu t'es intégré bien avec la team, tu te sens comment? Non, déjà, d'abord, je voulais remercier le grand Dieu et vraiment. Faleminderit Zotit. Et je veux remercier vraiment le président et le directeur. Parce qu'ils m'ont vraiment bien accueilli et surtout la surprise qu'ils ont fait pour mon fils. Ça m'a vraiment motivé pour le match aujourd'hui et grâce à Dieu, j'ai pu aider l'équipe. Kanë bëj punë shumë të mirë me ardhjen time, më kanë ofruar shumë dhe I falenderoj pa masë dhe çunat dhe ekipin për dhuratën që më bën për djalin që më ka lind, është një motivim më I madh, besoj që do vazhdojmë kështu. Studio. Ardi Bari. Përshëndetje kapiten, urime për fitimin e derbit. Dhe unë pyetjen e kam për Sidiben që ja kam gatruar emrin tërë ditën sot. E kam thjesht, dua ta pyes sepse jam shumë kurioz, Giuliano. Jam për impenjimin e tij në fazën mbrojtëse. Sepse e kam parë gjithë ndeshjen që ishte një mesfushor I linjës në fazën mbrojtëse ose një mbrojtës I linjës në metrat e fundit në blok të ulët. Ça pyetje, ku më menon. Ah bien, fillojnë na mes. Je t'ai vu pendant le match et tu fais très bien ton travail en défense aussi. Ça veut dire que vazhdoj edhe herë nga mesi. Fillojnë na mesi, hë. Domethënë, e pash në fazën mbrojtëse që ishte o I katërti I mes fushës ose I pesti I linjës së mbrojtjes. J'ai vu que soit t'es le quatrième, mais non, nuk është I katëri, ishte I pesti. J'ai vu que t'étais le cinquième et tu faisais très bien ton travail en défense. C'est ça qu'on a travaillé avec l'équipe, tu dis. Hein? Ouais, c'est ce qu'on a travaillé avec l'équipe et comme je dis, c'est d'abord, on pense d'abord à l'équipe, on pense d'abord le collectif. Et le plus important, c'est d'abord, pour gagner un match, il faut d'abord bien défendre. Et après... E kemi punuar gjatë javës, janë detyrat e trajnerit, duhet I respektojmë dhe pastaj për me fitu ndeshjen duhet të mbrojmë I herë, pastaj duhet mendojmë për para. Për para linja Skukës. Giulio, një të mire pas ka pasur aventura në Francë, për kthimi dhe komunikimi nivelet larta. Jo, për këtë Skuk po flisni, unë jam me pashaport franceze. Jo, kam qenë vite më parë në Francë. Dgjoj, Sidiben prit të ta themi gjë që ndoshta nuk e dini, unë kam qenë në provë ke Meci, ta dini kur kam qenë I vogël, edhe nuk më kanë marrë. Tani kanë ardhur, më kanë ble. Po shiko, nuk merren falas, merren duke paguar. Normal. Atëherë për Sidiben, ka ardhur me një objektiv të qartë, çfarë shpreson të arrijë në këtë sezon me Partizanin? T'es venu ici avec des objectifs précis ou tu penses quoi pour la team cette saison et 6 mois qu'il reste? Non, moi je suis venu ici pour aider l'équipe. Comme j'ai dit, c'est d'abord l'équipe. Avant de penser à moi-même, je pense d'abord à l'équipe, je pense d'abord au club, parce que c'est un grand club et je suis venu pour les aider. Et après, avec la grâce de Dieu, ça va. Njerë në situatën që ishim një janar, nuk besoj që ka pas njerëz që mendonin për objektivat personale, kështu që çdo gjë që bëhet në shërbim të ekipit, besoj që me forcën e Zotit, besimin e Zotit do arrim t'ia dalim me ta çojmë ekipin atje ku është, sepse është një ekip shumë I madh. Faleminderit Sidibe, faleminderit Skukës, por edhe kolegut Elbanasani. Sigurisht që është një tjetër ndeshje që pritet kompletoj javën e 24 ta Bisnet Superiores dhe nuk është një ndeshje çfarëdoshme, por është ajo mes vllaznisë së kryesuese dhe Elbasanit të vendit të tretë që e ndjek nga fare pranë. Sigurisht që është një ndeshje në 107 vjetorin e krijimit të klubit shkodran dhe është një fest që vllaznia do të dëshiroj ta shndrojë të tillë edhe në fushën e lojës, por ne do të lidhemi më njëherë me Loro Boricin ku është kolegu Kevin Sula. Përshëndetje Kevin.
Përshëndetje Enor, përshëndetje studio, bëhemi gati për Vllaznia Elbasani, një super sfidë sot për më tepër në një përvjetor, por më katë nga rreshtet e shiut që përveç se kanë anulluar, kanë prishur po themi gjithë planet e festës që do të organizohen në fushë, do të ketë një koktejl në hollin e stadiumit. Me sa duhet kanë frenuar edhe vrullin e tifozërisë, është vetëm tribuna kryesore, e cila është mbuluar, që është e mbushur e gjitha, ndërsa pas shpinës time janë vetëm tifozëria Ultras e Vllaznisë në pjesën e stadiumit që nuk është e mbuluar. Këtë sezon kanë marrë nga një fitore secila 1-0 Vllaznia në Loro Boriçi, 1-0 Elbasani në fushën e saj. Duhet thënë që Vllaznia ka një super ecuri me 7 fitore radhës në kampionat, për më tepër në 6 sfidat e fundit nuk ka psuar as gol. Elbasani nuk mundet për javësh, por ama bilanci në transfer nuk e ka pasur aq pozitiv, pasi prej 5 ndeshjesh nuk fiton në transfer me 4 barezime dhe një humbje. Për të kaluar tek formacionet e dyja skuadrave, duhet thënë që ka vetëm një mungesë të rëndësishme që është Azemovic tek Elbasani. Për të kaluar tek formacioni i Vllaznisë, luan me Pols, Gurishta, Gjini dhe Bajrami, treshja e mbrojtjes, Kastrati dhe Jago nga krahët e mesfushës, me Krymin, Kallakun dhe Malën në qendër, Bismarck dhe Balaj, dyshja e sulmit. Në krahun tjetër skuadra e Elbasanit me Janacek në port, Lila, Kasa, Olberkis dhe Musta, katërshja e mbrojtjes, Ibrahim Abaz dhe Manellari, dyshja e mesfushës, Lajfia, Lukili dhe Diallo në mbështetje të Cakes. Gjyqtari kryesor i kësaj sfide është Albert Doda, i cili përgjatë gjithë kohës ka kryer inspektimet fushës dhe duke qenë se topi nuk ngeste të paktën në 70% të fushës, është vendosur që sfida të luhet. Dhe ky është një lajm i mirë. Faleminderit Kevin dhe koment mbar të sfidës mes Vllaznisë dhe Elbasanit, pikërisht në 107 vjetorin e krijimit të klubit Kuqe Blu. Bari, 3-4-1-2 i ripropozuar nga Edi Martini, që ka tashmë një skuadër të konsoliduar, me lojtar të rikthyer, me lojtar të rikthyer në formë për më tepër, dhe me një Bismarck që sot rikthehet bëj dyshe me Balaj në vijën e parë të sulmit. Ose ndryshe një 3-5-2, sepse shikoj Krymin para mbrojtjes dhe Kallakun e Malën në treshën e mezit të fushës, me rotacionin e zakonshëm të tyre për të kapur gjysmë hapësirat në zonat që krijojnë të dy sulmuesit e saj. Është një formacion i konsoliduar, në lojtarët më në formë të Martinit, është një vendosje dhe një model loje. Edhe këtu kemi paka shumë si të Partizani, kemi një, po themi, nuk ka shumë shkencë, ka të qenur pragmatist, dhe kjo është merita kryesore e Martinit, që përveç dëshirës, për kundër dëshirës e gjithë tifozëve të Vllaznisë, që duan gjithmonë të luajë bukur futboll, ka arritur të krijojë një skuadër kompakte, që me anë të kualitetit arrin avantazhin, dhe me anë të shpirtit të garës dhe të pjekurisë taktike të lojtarëve e ruan atë deri në fund të ndeshjes. Nuk është spektakolare, nuk është shumë e bukur ta shikosh, por është një skuadër që është në vend të parë me plot merit. Dhe sistemi dhe modeli lojës që zgjedh Martini i përshtatet karakteristikave të lojtarëve që kanë në dispozicion. Dhe këtu po themi, prandaj është edhe kjo vendosje, se po t'i marrim karakteristikat e çdo, jo vetëm lojtari, po edhe të reparteve, janë karakteristikat të ngjashme me njëri tjetrin, të përshtatshme për repartet respektive. Arma e fortë, e kam thënë gjithmonë, janë dy fashat anësore, si Jago dhe Kastrati, që në momentin kur Martini do të kap hapësirën, gjërsinë, të dy lojtarët janë të afta bëjnë. Armë plus të shtuar është dyshja lartë Kallaku me Malën, që përveç kualitetit të jashtëzakonshëm të Kallakut së fundmi, po edhe kapjes së hapësirave bosh të Malës kontribon në rezultatin e skuadrës. Burgu, një 4-2-3-1 i Gvozdenovic, që tashmë pas asajt që ndodhi në kup, do të kërkoj të rikthehet tek fitoria, po edhe për të arritur Vllaznin në vendin e parë. Musta, Olberkis, Kasa, Lila, një linjë defensive që vazhdon dhe ndryshon. Lulaj nuk është sërisht, dhe ndoshta këtu mund të jetë problemi i vetëm që mund të ketë Gvozdenovic, ndërsa pjesa lartë janë të lojtarë që ne jemi mësuar të shohim, Diallo, Lukili, Lajfia në mbështetje të Cager. Pra, në qoftë se është kthyer Musta në pozicionin e tij, aty mendoj që është Arsen Kasa, jo Klevis Kasa. Nuk është përdorur prap
Azemovic, pra që nga pjesa e dytë që u zëvendësua por për problem dëmtimi ose problem të formës. Jo, ishte i padisponueshëm. I padisponueshëm. Atëherë aty është një problem i madh, sepse Vllaznia ka 2 sulmues, përveç se janë të me eksperiencë dhe të shpejtë, po edhe një nga mesfushorët që mund të krijojë atë superioritetin dhe ndoshta e shoh një pikë dobët në fazën mbrojtëse, se në ndërtimin e lojës e tha Zëvon Stranieri që na ndihmon Arseni në këtë drejtim. Ka një vendosje në ekuilibër të Manellarit dhe të Abbas me rikthimin e Lukilit në pozicionin e 10-qit, pra në atë fazë të lojës ose në atë zonë të fushës ku kishte shumë probleme pjesën e parë kundër Partizanit. Pra mendoj që është një formacion në ekuilibër dhe duhet parë që Lehthia e fillon nga e djatha apo nga e majta, sepse kam përshtypjen që në gjykimin tim Diallo do ta fillojë nga e djatha dhe Lehthia nga e majta. Sistemi është i njëjtë, filozofia dhe fizionomia është e njëjtë, duhet parë se ku duhet ta bëjnë superioritetin numerik në krah apo në mesin e fushës ose në boshtin vertikal. Faleminderit Ardi Beari, faleminderit Sokol Bulku. Faleminderit ju. Sigurisht që është koha tashmë të shijojmë atë që do të prodhojnë Vllaznia dhe Elbasani në ndeshjen e fundit të javës së 24 të Abisnet Superiores. Ju kujtoj që në përfundim të sfidës do t'ju shoqëroj rubrika sportive me kolegun Kristo Thoma që do të vijojë menjëherë pas ndeshjes me analiza, por edhe intervistat e protagonistëve. Ne ndajemi këtu bashkë. Mirupafshim.